Kapiteni i kombëtares shqiptare të futbollit Berat Gjimshiti do të mungojë në ndeshjen kundër Letonisë, pasi ka plotësuar numrin e lejuar të kartonëve. Ai u ndëshkua me karton të verdhë në sfidën ndaj Serbisë, e cila përfundoi me barazim pa gola në ndeshjen e luajtur mbrëmjen e deshme në stadiumin Air Albania në Tiranë. Për zvendimin e tij, trajneri Silvinho ka lënë të kuptohet se në fushë do të zbresë Adrian Bajrami. Ai është kandidati kryesor për të marrë vendin në mbrojtje, nisur edhe nga forma e mirë që po kalon, duke luajtur si titullar me Benfica në Portugali. Mbrojtësi i ri ishte mbrëm në tribun, por pritet i shtohet grupit të lojtarëve për sfidën e radhës. Nesër do të shohim gjithçka. Tani kemi 5 qendërmbrojtës, përfshirë edhe Adrian Bajramin, që po më çmend, po luan shumë mirë, u shpreh trajneri brazilian pas ndeshjes ndaj Serbisë. Silvinho shtoi gjithashtu se Bajrami do të udhëtojë në SBA pas ndeshjes ndaj Letonisë për të qenë pjesë e Benficës në botrorin e klubeve, por deri atëherë do të jetë në dispozicion të kombëtares. Trajneri u shpreh i kënaqur me alternativat në repartin defensiv dhe theksoi se stërvitja e radhës do të jetë vendimtare për të vendosur formacionin që do të zbresë në fushë në Letoni. Tashmë me mungesën e Gjimshitit, Bajrami pritet të zbresë në fushë nga minuta e parë, duke marrë një rol të rëndësishëm në një ndeshje ku kombëtarja kërkon vetëm fitoren, madje duke dalë edhe para mbrojtësve të kalibrit të lartë, siç është Ardian Ismaili, i cili luan me Empoli në Serie A, apo Marash Kumbulla, që luan në La Liga me Espanyolin.